Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka marrë vendimin për të rrëzuar kërkesën e Ajola Xhoxhës, bashkëshortes së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për pezullimin e procesit gjyqësor ndaj saj dhe të pandehurve të tjerë. Xhoxha kishte kërkuar zyrtarisht shtyrjen e seancës dhe pezullimin e gjykimit, duke argumentuar se pas lindjes me operacion cezarian, ajo ndodhet në leje dhe për rrjedhoj nuk është në gjendje të ushtrojë në mënyrë efektive të drejtën e mbrojtjes. Megjithatë, trupa gjykuese e GKK-s argumentoi se raporti i lindjes nuk është pa aftësi për punë, duke mos e konsideruar atë si një shkak të mjaftueshëm ligjor për ndërprerjen e procesit. Për rrjedhoj, gjykata vendosi që seanca e radhës të zhvillohet në 21 korrik në orën 10. Në seancën e kësaj të martes, si kryebashkiaku Erion Veliaj ashtu dhe bashkëshortja e tij Ajola Xhoxha nuk u paraqitën fizikisht në sallë. Mbrojtja kërkoi pezullimin e procesit deri në përfundimin e periudhës së lejes pas lindjes për Xhoxhën. SPAK nga ana tjetër la në vlerësimin e gjykatës mundësinë e ndarjes së çështjes së Xhoxhës nga ajo e të pandehurve të tjerë me qëllim që procesi të mos zvarritet. Njëkohësisht, sikurse ka ndodhur edhe në seancat e mëparshme gjatë këtij procesi, gjykata e posaçme vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit për kryebashkiakun Erion Veliaj.